jemi rikthyer, pjesë e tretë quhet kjo. Përgatiteni si pjesën vete atë për rrjetet e gjitha, se për shkak të problematikave që pati dhe për ngarkesën e madhe që ka parlamenti ynë shumë i nderuar në ditën e njëjtë, me zotin Shalsi. Ligji vendosni, ju lutem, ligji për barazinë gjinore, tërbon opozitën pse? Bravo. Shalsi mirë mbrëma, i lodhur, dukesh ajo. Je lodhur? A i votuat ligjin për barazinë gjinore? Dita e ite nuk është në një ditë për të pasur zilit të drejtën, por po e votuam. Ligjin për barazinë gjinore e votuam. Jo, nuk do fillosh ti sa të futur një sinkron, debate shumë të fuqishme, do me thënë, kanë shpërthyer të ne, për projektin për barazinë gjinore. Pastor Akil Pano ka dalë vazhdimisht dhe thotë që ky projekt ligj do të krijojë 72 gjini. Do me thëmë, nga ky projekt ligj që do të keni votuar ju sot, do të mbinë në Shqipëri 72 gjini, ova. Po 72 gjini edhe si kur t'i shikoni mjerë nuk ishte keq. 72 gjini janë mrekulli, do me thëmë, dhe të shpiket në Shqipëri kjo. Sot edhe doktori ka dalë dhe nuk ka lënë gjë pa thënë për këtë projekt ligj. Ta ndjekim këtë Shalsi, pastaj dojmë bashkë, dhe orët e fundit ka reguar dhe komisionerja për zjerim Marta Kos. Ti ndjekim doktorin në fillim, Marta Kosin dhe ju me njerë bashkë dhe me kolegët. Sot, Edi Rama sjell në parlament një ligj të doktrines post-marksiste. Kjo shkon edhe më tej në shkatrimin e familjes si qeliza, si themeli i një shoqërie. Ky ligj i bazuar fund e krye në ideologjinë e ekstremit majt, përmbys kushtetutën e vendit, përmbys kodet e vendit, përmbys trashëgimin pozitive mira vjeçare dhe penalizon, ndëshkon të gjitha ata të cilët duhet të mbrojnë familjen dhe vlerat e saj. Ky ligj për shqiptarët i garantoj se është identik dhe i njëjtë me atë ligj që shpalli Shqipërinë, shtet ateist. Ligji de facto dorëzon përfundimisht Kuranin, Biblen, Talmudin në duart e censurës dhe të shtetit. Bashkimi Evropian bëri thirrje dje që të votohet ligji. Bëri thirrje? Po, Bashkimi Evropian. Kush e bëri thirrje? Ambasadori i Bashkimit Evropian. Në rregull. Tani ambasadorit të Bashkimit Evropian i them kaqur. Zotëri, ne absolutisht respektojmë orientimin seksual të të gjithit, të çdo njeriu. Ne nuk merremi ne me trajtimin. Ka fëmijë, ka padërgrua, ka marrë vendimet e veta mrapa si që ka shpigu jetën personale, se unë s'duhet merrem me jetën e tij personale. Fare. Barazia gjinore dhe mos diskriminimi janë pjesë integrale e ligjit të Bashkimit Evropian. Përputhja me të është pjesë e procesit të pranimit në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është një kërkesë private e ambasadorit të BE-s. Çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm. S'kan thënë asgjë tjetër. Pra dhe Marta Kos, si s'ka thënë? Asgjë mbrojtja ambasadorin. Po pse çfarë bëj? Po turpo, Ç'lidhje ka ajo tash? Si të më lëshohesh ti ambasadorit? Ore, kjo është fytyrë e Bashkimit Evropian. Ai ambasador. Po çka thënë doktori në vitin 2010, di ti? Erdhi dorëzoi dje një progres raport. Po mirë, shikoj e bënte të cop Shqipërinë për sjelljen. Po mos fut në parlament dhe rrit parlamenti homo dhe vet pastaj kur ambasadorit i ka fare ty, ambasadori i Bashkimit Evropian. Si guak kur një gazetare e si jepej fjala. Mirë. Shiko, ky është një ligj, unë e lexova këtë ligj. Ky është një ligj për barazinë gjinore, jo për të ndërru. Po. Tani ta shikojmë atë. Pastaj ti të bësh aludime, çfarë do qefi ty, se të duhet për arsye të tjera, kjo është çështje tjetër. Po megjithatë le ta diskutojmë. Jo ty. Ka ligj për diskutim. Jo ty personalisht. Jo, por çfarë the se s'ta kuptova. Jo për mua. Je ti më mirë se unë, jo për ty më jo. Pse bëhet kjo dhe pse bërtitet dhe pse dalin. Shalsi, se kuptova. Një debat i madh ka shpërthyer, siç tham, për projekt ligjin për barazinë gjinore. E ke lexuar projekt ligjin ti? Jo. Po më merr lexoj edhe lere pastaj. Ti merr dhe po, që ta marr ta lexoj unë ligjin, duhet të më thuash ti që do hapësh çështjen e ligjit në emision. Minimalja. Se unë këtë tu ankova që unë... Ti ke mosinë të bësh përqeshur Shalsin dhe... Po nëse s'ka lidhje me atë... Po ne po bisedojmë për gjatë gjithë ditës bashkë. Po.
Dhe ne më duket se folim se çfarë do të flasim në këtë emision bashkë, gjithësisht. Sot kemi folur një 3-4 herë bashkë. Është debati i ditës, Shqipëri. Po ky është një temë që doli, Doli pra, po... po e kishin gjithë media tani, unë ta marr sa le. Po atëre... Apo e më ka thënë Edi Rama për ta bërë. Te i kaloj këta. Çfarë te kaloj më burr? Çfarë Çfarë te kaloj më? Ajo është ngjarja më e rëndësishme e ditës. Del dhe Ulurin dalin 5 veta me parulla aty për një ligj që s'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare me as me LGBT-n, as me Leshin, as me Preshin. Është një ligj tjetër. Ke 2 orë që e pret Shalsin të vi. Të më bëj programin, mo. Dhe në momentin që Shalsi të vjen, ti merresh... Sepse ti po flet, më burr. Po të s'ke lexuar ligjin mere pastaj. E pra, unë s'dua të flas për këtë temë. Mos fol pra. Shalsi. Me Shalsin. Me që ne kemi këtë debat që po dëgjon ti këtu, zotëri nderuar, a mund të më spjegosh? Berisha deklaroi shkatrimin total të familjeve me këtë ligj që keni bërë ju, që e keni votuar sot, u shkatruan familjet. Një pastor thoshte se po krijohen 72 gjini. Tjetri thoshte se tani njeriu kthehet në majmun. Po kjo ju duhet ta prishni këtë ligj urgjent se po u kthyem në majmun. Prapë, nga njeriu në majmun, ne kjo është ngjarja më e tmerrshme që do na ndodh. Se mezi u kthyem nga majmuni në njeri, tani thoshte një pastor po fliste gjatë aty, do kthehemi nga majmuni nga njeriu në majmun prapë. Çfarë keni bërë o zotëri që po shkatroni këtë vend? Ne mezi u kthyem tani. Çfarë është ligji për barazinë gjinore dhe çfarë bën ai konkretisht? A mund t'ju shpjegos qytetarëve zotëri çfarë është ky ligj? Është i lidhur me LGBT-n, është i lidhur me çfarë është ky ligj konkretisht? Dramë e madhe shumë, po mi mbrëmë një herë dhe të ftuarve. Ndjes edhe për vonesën, për shkak të votimit, po. Vonesën lere mos e përmend se i luajt e fenë sikur e ke shtëpinë kavaj. Unë po aktohem, them drejtën, gjatë gjithë këtyre ditëve. Ka njerëz që janë shqetësuar, ka njerëz që e kanë marrë shumë seriozisht debatin. Unë hyke kategoria atyre që i kam qesharakuzuar në mënyrë maksimale, gjithçka është thënë. E vërteta është se ju thatë pastori ka thënë 70 ca gjini, që të thuash domethënë, është thash pra unë po artohem, Sa 72 gjini lindin tha. Ligji garanton, mbron, promovon arritjen e barazisë gjinore si një vlerë e zhvillimit demokratik të Shqipërisë, të një shoqërie. Çfarë duam? Popullata do një gjë. Ne duam shoqëri të drejta. Çfarë? Duam shoqëri të begata. Shumë e drejtë. Duam popullata kërkon një gjë shumë thjeshtë. Europiane. Si përfundim, pasi e bët, se kam fare të thjeshtë. Si përfundim, pas të ligji, a krijohet në Shqipëri një gjini tjetër përveç gjinis burrë dhe gjinis grua? Është pyetja. Absolutisht jo, absolutisht jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Ne kemi patur debat, unë sinqerisht, ylli për shkak edhe të mungesës e eksperiencës në një fushë ku unë po azhurnohem me shpejtësi, unë kam drejtuar një komision për vrimtarim prodhuese, ekonomi, financa, ajo ka qenë sfera ime, unë kam qenë shumë i kufizuar këtë gjërat për cilat jam prononcuar, dhe të them të drejtën kam 2 javë që po merrem edhe si kryetari i Komisionit të Shëndetësisë dhe fillimisht u shastisa. Vetëm disa ditë përpara isha me disa studentë të universitetit, të cilët kishin nxjerrë çfarë ishin thënë dhe çfarë s'ishin thënë, dhe po të them që 99% e atij të ashtrëquajtur debat të madh publik ishte komplet pa lidhje për çështjen për cilën ne po diskutojmë. Pra, ky është një ligj dhe mjafton t'ju citoj nenin. Si e përkufizon gjinin ky ligj, a mund ta dimë? Po, atëherë. Sipas Konventës së Stambollit, që Shqipëria e ka ratifikuar në kohën e Sali Berishës. Si e specifikon? Atëherë, ylli. Kishte një shqetësim për mënyrën se si ishin ndërtuar disa fjali. Për shembull, tek përkufizimi i gjinis, thuaj që sipas këtij ligji, gjinia ka kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë dhe mos diskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore. Ne dëgjuam grupet e interesit,
dëgjuam shoqata të ndryshme, u konsultuam me grupet fetare, me besimtarët, dhe po ju them çfarë thot neni që përkufizon gjinin. Nën kupton rolet e ndërtuara në kontekstin social, sjelljet, aktivitetin dhe atributet që një shoqëri e caktuar i konsideron të përshtatshme për gratë dhe burrat. Ky është Pra burr bësh, nuk të lind nëna. mënyra se si ne formuluam mbas disa shqetësimeve nenin, pra e thot qartazi që i konsideron të përshtatshme për gratë dhe burrat. Po flasim për përkufizimin. Shiko, gjithë... Nga ana tjetër. Ja, çfarë është përkatësia e dy fish? Përfshirë se çfarë, gjini gjithë përfshirë. Përkatësia shumë fisht. Tani se Shumë fisht, jo, tani te këtu luhet. Bushati të tha që në fillim që e ke ftuar në një debat pa e ditur për çfarë dhe nuk i ka lexuar ligjin. Jo, u vetë Kështu që është shumë fair, është e drejtë. Është e drejtë. Jo, mo ti dëgjon edhe mund të bësh pyetje se nuk ka. Ka do me thënë kjo, mo? Abuzime të mëdha. Ylli, sqarojeni pastaj, Ylli, lutem, se kemi pasur ditë gjatë. Jo, se pastaj se nuk do merremi me shpallin gjinin e 72 gjinin. Të bëjmë 73 unë me Bushatin. Si? Ne nuk do rritim gjinit më, 72 i tha ai, unë me Bushatin t'i bëjmë 100. Do rrim tërnatën të shtojmë këto duhet i tani. Tani pyetja ime është tu. Çfarë do të thot, a është përkufizimi i gjinisë? Për tuaj, Ylli, për kuriozitetin tuaj, kur lind njeriu ka seksin biologjik, mashkull, femër, ose ka një përqindje të caktuar, që është mund të shkojë dhe 1 mbi ca, që lindin në kohën e mëparshme i thoshin hermafrodit, i thoshin deledash, përdorshin epitete, në gjuhën moderne shkencore i thonë intersex. Po. Pra, ligji që përcakton gjinin në Shqipëri është ai gjendje civile. Mashkull dhe femër. Gjatë lindjeve, çdo thotë përkatësie shumë fisht. Ka disa, nuk janë 70 ca gjini. Thuhet që janë rreth 70 ca, po themi devijime, të cilat klasifikohen ke kjo pjesë që quhet intersex. Dakord? Ligji që përcakton gjinin, dhe ky është absurdi i madh i këtij pseudo debati, që ligji nuk ndryshon gjini dhe as nuk përcakton gjinin. Ndoshta me shumë kuraj, jo ndoshta, po duhet që një ditë në Shqipëri ne ta bëjmë një debat tillë. Flasin njerëzit. Nuk do ta bëjmë ne, palet. Flasin do t'i tresin palet, do vish do trote, edhe pala. Sipas pamjet që kanë, edhe këta që ishte ky momenti ku ne duhet bëni një debat. Po ne po e hapim me gjithë, po e hapim sot Shalsi, me që sot është. U hap një tymnaje madhe. Jo, 1 minutë. Po jo, po kam pyetje tjetër unë. Kam pyetje tjetër. Ja një sekond, të lutem. Çfarë do thotë Shalsi? Jo, më të kjo pjesa që e bëra unë kumgula, është, si pas konventës Stambollit, Shqipëria ka ratifikuar në kohën e Berishës, për kufizimi gjinisë si ligj. Këtu janë rregull ta. Tani, çdo thot përkatësi e shumë fishtë. Edhe Sali Berisha sot e interpretoi si gjini e shumë fishtë. Çfarë është kjo? Ekziston gjini e shumë fishtë në projekt ligj? Atëherë, po ju jap një shembull. Pjesë e ligjeve antidiskriminuese janë dhe disa koncepte. Për shembull, po flasim për gjinin femër ose grua. Femër ose mashkull ka të bëjë me aspektin biologjik dhe seksual. Jurisprudenca europiane dhe botërore, konceptin e burrit dhe të gruas e çon në një aspekt tjetër social. Një grua
ka një përkatësi të shumëfisht, jo në kuptimin e gjinisë, për ta mbrojtur nga diskriminimi, një grua mund të jetë rome. Mund të jetë rome dhe diskretohet sa më... Po ma bën mua në studio, nuk të gjithë ti. Dhe po flasi për ligjin që ka të bëjë me gjinin. Tani, edhe ti ke dyshime për këtë. Po jo, mos është ky. S'është komenti korrekt tash. Po s'është fare. Po mirë, mo be ti komenti, ta mbaroj, ai be. Ne po flasim për ndryshime gjinore, ky thotë është komuniteti Roma apo është minoritare tash. Ç'a lidhje ka kjo pjesë? Po nuk është gjinia përkatësi të shumëfish do të thotë, edhe përkatësi fetare, edhe përkatësi edhe race. Një minutë, më zëtë. Se këtu në kisha gazetarin Pardije dhe bente e thuet fjalla që më dërgoj ama gjobën. Të lutem. Dhe për këte është, pyeta gjërësisht, me këtë momentin që parlamenti i futi këtë gjë në diskutim dhe do voton të sot me shpejtësi, se i duhet bashkësisë për në bashkësinë evropiane të gjitha, se dhe këta e bëjnë me këtë vrapim të çmendur. Po, gabimet e këtyre, dikush eshto. Për shembull, ky thëret në... Do të kishin bërë, ndoshta, e di çfarë shkojmë me sot yli? Po? Duhet bëni një trajnim masiv. Jo, më trajnim masiv. Po ti thëret, për shembull, ti tregosh inferior, sepse thëret... Unë, 2 javë merr nga mjesi dhe... Ke në komision të ftuar, po pse në komision të ty vjen pastori Akil Pano, bashkë me gjithë familjen e tij si grup interesi? Pse vallë? Edhe i bëra pse e thëret tjetër? Se ke kompleks o zotëri, pse e bën ti këtë? Të duhet dhe ty tani për të shfaqur figurativisht. Pse e thëret Akil Pano në komision? Të thëret njëri ty në komunitetin fetar për të ndryshuar ligjin e komunitetit. Të që si nga? Komuniteti fetar ka kanone... Ore po bëhet fjalë për një ligj që burrë grua. Nuk ka tani dyshimet. Tani këta po fshehin mbrapa gjojat. Po kjo, jo më e bën tjetër kushte, se i duhet. Ta gjëmë qikë shalë se më qa thot. O, Ylli, ma bërë pyetje. Do shikojmë filmën, e morëm vesh. Do bëjnë, do tres palet unë këtu përstajtë. Po vazhdo. Thirë në studio, nuk bëhet. Po pra, do thirë pra. Lexohet dhe ligji. Lexohet me dhe ligjit, gjithë analizohet. Më thuaj, Shalsi. Po, maroni pra. Ja, një sekund. Më pyete dhe më the pse i ftuat në komision. Po. Unë vetë personalisht. Një sekund, bushat se ben kakofoni. Jetë lutë. Po? Unë vetë personalisht, mas gjithë këtyre viteve si deputet, kam kuptuar një gjë. Në të 2 komisionet që kam patur nderin të drejtoj, që sa më cilësore t'jenë konsulencat, me ata që merren për ditë me këtë gjë, aq më mirë edhe ne i përmirësojmë ligjet. Unë jam përfitues direkt i shumë rasteve ku kam patur një bindje tjetër, por mas dëgjimit të grupeve të interesit, të ekspertëve të fushave të ndryshme, dhe kemi arritur madje të ndërhyjmë në ligjet e ardhur nga qeveria, dhe unë kam një listë të ligjeve që qeveria socialiste, cilës e mbështes, i kemi amenduar e kuptuam atyre ekspertve. Atere pyetja ime është tu. Okej, pas kësaj... I dëgjuam pa paragjykime, madje, pastorin unë e pyeta për kisha protestante në Suedi, në Angli, në Gjermani, në Amerikë, sepse aty mësova nga pastori unë që s'kishte lidhje protestanizmi i pastorit ton me protestanizmin e Suedis, Anglis, Gjermanis apo Amerikës. Sepse aty mësova unë që kishat protestante ishin pavahura. Pra, ky protestanti evangelist kishte me vetë. Shiko, okej. Ndërkohë, po pse nuk ja spjeguat njerëzve ju, që të pritur dhe disa ditë? Ishte të shqetësuar dhe komiteti musliman. Jemi okej, o zoti Qalsi. Jemi okej, o zotri. Bas diskutimit, u rakordua dhe u vendos një përkufizim, ai që unë ju citova. Po, i qartë. Një shoqëri e caktuar i konsideron të përshtatshme për gratë e burrat, që hoqi ato pikpyetje apo ato dyshime që komunitetet e ndryshme fetare kishin. Pra, konsultimet, ku çdo që kërkon të konsultohet, është i mirëpritur. Pavarësisht. Bukur.
Tani ju e ftuat. Kam përfituar dhe kam mësuar jashtëzakonisht më shumë dhe do të keni gjë parasysh yli. Po pse ka jemi okay. Edhe ekspert të mirjes, po bravo qoftë mo zotëri, po kam pyetje. Jemi okay mo zotëri. Jemi okay, jemi okay. Unë jo vetes ndonjë atributi natyror. Po pse nuk e sqarove njerëzve? Pse nuk e sqarove njerëzve para se ta votojnë ligjin? Pse ke qenë i eshtur dhe nuk e ke sqaruar, spjeguar që në fillim projekt ligjin për qytetarët për të mos lënë hapësirë teorive konspirative? Si shmendoni ju atëre? E thire edhe faktorët aty, u konsultove me ta, bërë ndryshim përkatëse, pse nuk e deklarove këto gjëra që të mos u lënë një hapësirë teorive konspirative dhe grupeve radikale? Që t'i ndajmë detyrat Ylli. Mua më keftuar si deputet, si në kryetar, besoj i Komisionit Shëndetësisë. Dhe si njeri që ke një urimën shumë se të gjithë nga për këtë. Unë jam, nuk e kam droje të them që unë nuk kam patur një uri në këtë fush, nuk kam patur një uri në këtë fush dhe unë jam rezervuar në të dhënit të opinioneve për gjëra që unë nuk i di. Po, kam bërë një gjë, kam 2 javë nga mjesi deri në darkë, që jam konsultuar daq me grupe interesi, daq jashtë Shqipërisë dhe madje sot, me inteligjencën artificiale, dhe të i thash kolegët mi, ore merrni dhe shihni ligjet e barazisë gjinore. Sot, inteligjencë artificiale të lejon që brenda çerekore, ti të marrësh të gjithë ligjet e barazisë gjinore në Europë, ke ligjin shqiptar, ti shohësh ku dallojnë, ku nuk dallojnë, ti kryqëzosh me konventat pjesët cilave Shqipëria është bërë pjesë dhe brenda një periudhe shumë të shkurtër edhe i paditur thjesht, po që se ke njerëzit e dur dhe instrumentet e dura, sot arrin ta kuptosh që gjithë kjo zalamahi e madhe, gjithë kjo tynajn, ka ardhur mbi një çështje e cila ndoshta duhet të vi shumë shpejt bëhet debat kombëtar. Po jo për ligjin e barazisë gjinore. Ligji i barazisë gjinore do të sigurojë të drejtën e çdo individi për barazisë gjinore, do të përcaktoj fushat e veprimtarisë, do të përcaktoj autoritetet përgjegjëse për zhvillimin dhe nxitjen e barazisë gjinore. Dhe tham çfarë prezumojmë ne gjini në momentin që në nen përcaktohet qartë që bëhet fjalë për gratë dhe për burrat, por ama të thash ka një përqindje fëmijësh që lindin intersex, pra që lindin me një po themi non-binary, që quhet as mashkull, as femër. Po kjo ka lidhje me këtë ligj? Nuk ka lidhje me këtë ligj, ai është me ligjen e gjinisë, po do të them që e gjithë kjo zallamahi që u keq përdor për një ligj, do duhet nesër pas nesër le të bëhet një debat kombëtar, por nëse edhe një pyetje unë dhe pastaj nëse kanë kolegët. Edhe një pyetje. Pra ligjin e gjendjes civile. Edhe një pyetje dhe pastaj nëse kanë kolegët, opozita ka përqafuar të njëjtin qasje si grupimet radikale, konservatore për këtë projekt ligj. Punë e saj. Po pse mendoni se e ka Berisha këtë qasje? Urdhro? Nuk është qëndrim konservator, është qëndrim arkaik. Sa më shumë të lexosh, sa më shumë të thash, jam konsultuar me grupe interesi brenda Shqipërisë, kanë folur me komunitete besimtarësh të besimeve të ndryshme. Po them për opozitën. Janë shumë qartë ata dhe din mirë për çfarë flasin. Jo, opozita shqiptare po e bën këtë punë. Atëherë pse nuk e kupton këtë ligj? Apo si është puna, si e kupton ti këtë gjë? Se opozita, është një të opozita, nuk po është akili e gjithë. Për qëndrimin e opozitës. Qëndrimin e opozitës. Ylli, si kur tisha i Zoti dhe t'i lejoja vetes një zgjuarsi që të kuptoja shumë nga veprimet e opozitës, nuk do t'isha këtu ku jam. Unë kam kohë që s'kuptoj opozitën dhe madje, shpeshherë duket sikur i ngulin thikën vetes me veprimet që bëjnë. Sepse siç kanë bërë për ligjin e barazisë gjinore. E kanë votuar ligjin e barazisë gjinore në parim kundër. E di ç'do thotë? Ti mund mos jesh dakord me nenet e ligjit. Mund të kesh dhe objekcione.
si kundër kishin për dy nenet cilat ne, besoj unë i kemi bërë më të qarta. Por, nëse ti voton kundër në parim të ligjit barazisë gjinore, atëhere, nuk di se ç'bën, dhe unë kam diskutuar me shumë kolegë deputet dhe brenda ka ca mendje besojnë të reja të racionale. Beso mu që edhe një pjesë të tyre nuk dinin. Disa për tyre nuk morën sot pjesë votim se i vinte zot nga qëndrimi. Jo, ne do të zësim, shikon, ne do ta bëjmë këtë debat. Ore, ti bëj një pyetje. Pyetje, Shalëcit, që t'jemi pak më koncis me bisedën, sigurisht që kjo është bisede gjatë, ndoshta do kemi edhe rastet. jo do kemi të përplasje pare. Unë kam një pyetje shumë thjeshtë. Shqipëria... Përshëndes, se kisha kopat pa. Përshëndetje. Shqipëria gjatë saj kohe ka bërë shumë ligje për diskriminimin gjinor, për barazinë gjinore. Çfarë kishte mbetur bosh që du ta plotësonte ky ligj, për cilën debatuat? Duhet për në Evropë. Racionale pyetja dhe po. Ne kemi patur një ligj për barazinë gjinore që ka qenë në vitin 2008. Por, që të arrish barazinë gjinore midis burrave dhe grave, ku bota ka pranuar tashmë që aty ku ekziston, shoqëritë janë më të drejta, më të barabarta, më të begata, më të zhvilluara. Patjetër. Ligji i 2008-s nuk reflektonte as direktivat e Bashkimit Evropian, që ne duhet ta dimë, nuk janë qëllim vetvete. Janë si ta bëjnë ligjin sa më mirë të aplikueshëm. Për shembull, ky ligj përcakton, po themi, autoritetet përgjegjëse për zhvillimin dhe nxitjen e barazisë gjinore, detyrimet edhe për arritjen e barazisë gjinore, monitorimin dhe vlerësimin e arritjeve shumë më saktë se sa ligji më parshëm. Përcakton edhe fushat e veprimtarisë, masat e përgjithshme edhe veçanta të bazuara në nevojat dhe prioritetet gjinore, me qëllim si të realizohet, promovohet dhe përmirësohet barazia gjinore. Ky ligj alokon dhe detyron institucionet që ta bëjnë realitet, por ato që nuk arrin të kemi një monitorim në kohë, nuk po themi reale, por sa më të shpejt, për të parë se çfarë duhet përmirësojmë. Pra, barazia gjinore është një term i gjithpranuar, madje e tha sot edhe ai mjeshtri i opozitës. Ne jemi kundër barazisë gjinore, tha. Ndose votuan kundër në parim. Ky ligj, ndryshe nga ligji 2008, ka instrumentat, mekanizmat, mbështetje financiare shumë të mirë, shumë të saktë se sa ligji i mëparshëm. Dhe si çdo ligj që ka nevojë për përmirësime. Por më duhet të them që sot teknologjia e informacionit ta bën shumë të lehtë edhe bazën krahasuese. Pra, ylli nëse më pyet dhe unë do të isha në opozit, gjëja e parë që do kisha bërë, do të merrja një ligj e do thoja, ore ku ndryshon ky ligj nga ligjet e 27 vendeve të Bashkimit Evropian? Ku ndryshon ky ligj? Ose do të bëja, kam folur me miq të mi, edhe evangelistë protestant, sepse debati nga që ushtri më gjerë, na u desh të i thellonim njohurit edhe më shumë. Ndërkohë që e theksoj, duhet të vi dita ku këto debate që arbitrarisht u vendosën ke ky ligj, t'i bëj shoqëria shqiptare, e të përballet me disa sfida dhe me disa zgjidhje, po jo të lutem në emër të, po themi, familjes, thoshin familja tradicionale. Cila familje tradicionale? Ku burrat duhet flasin dhe gratë duhet dëgjojnë, apo që dashuria varet nga aprovimi i të tjerëve. Kupton? Se sot flisnin me pasion për gjëra që nuk i njihnin dhe sot flisnin duke ngatarruar seksin biologjik me gjinin sociale. Thash që duhet të bëhet një debat, por larg atyre sharlatanizmave
se të them të drejtën edhe studentët e Universitetit Tiranës, kemi pas 2-3 takime shumë interesante, 20, 21, 22 vjeçar që kishin marrë në analizë çfarë ishte thënë në debate televizive nga përfaqësues komunitetet fetare apo të ashtëquaritur ekspertë dhe ishin të shastisur dhe thonin çfarë po ndodh, çfarë po ndodh, për çfarë flet ligji, për çfarë flasin këto. Okej. Nëse ne do bëjmë një debat. Madje të rekomandoj që ti ftosh në studio, Jo, patjetër, nuk janë socialista. Diskutojmë për të sqaruar për njerëzit. Po pse vrapuat kaq? Pse vrapuat kaq shumë për ta bërë? Kritik fin madje të gjërave që nuk pse vrapuat kaq shumë për ta bërë? Sikur ta vononi dhe pak, prishte punë. Pse vrapuat? Ore, Shalsi erdhi sot që të shpjegoj çfarë kanë votuar, apo për ta përdorur si tribunë edhe për gjinit i bjerë opozitës. Se gjysmën ka fol kundër opozitës, pa debat me njeri nga opozita. A jetë detyrë ka? Jo pa debat... Po nësi me opozitë, vlla. Ç'pun kemi ne me opozitën? Të dëgjojmë propagandë tani anti-opozitare. Pyetet e bëra unë. Për ligj për seksin. Jo, po ti s'ishe në këtë pjesë. Qëndroj. Ti hyre dhe faleminderit. Unë ju përgjigja një ftesë të Yllit. S'ishe. Ylli, të lutem, Ylli. Për Yllin e kisha vretjen, jo për ty, se ti atë punge. U pyetet i bëra unë. Po më thua tani, mua më ka ftuar Ylli. Ju përgjigja, nuk e dija as kush është studio, as ju përgjigja një ftesë. Dakor, po qartë. Thjesht për të ndarë ato njohuritë e mia, do thoja po prap modeste, dhe mendoj që po i përgjigje pyetjes. Po ky që problemi. Ka që thjesht është problemi kushat. E mira ishte që të ndaje idetë tua modeste. Jo, minut. Me kë? Jo një gjë. Ai ndau idetë e veta në parlament gjithë ditën sot me opozitën. Opozita nuk bashkohet, nuk e di Shalsin ta pyes tani a bashkohet me opozitën. Unë kam kërkuar njerëz nga majoranca të bashkohen me opozitën, thira flamurin këtu, i thash Blendi Klosit, a vjen o zotri? Jo, tha, nuk vi me flamurin. Ka një lidhje, do më lësht ta spjegoj. Për lezuar votën kundër. Do më lësht, jo. Ka qenë flamuri. Jo. Ti paralel me flamurin këtu, ishe në një emision tjetër. Dhe flamuri rinte aty mbyllur, nuk hynte këtu pse ishin gazetar, njerëz që janë me bindje djathtas. Ndërsa ti ishe në një studio ku pranohet Lorenz Vangeli me Belind Këlliçin për të folur, urdhrat e Partisë Demokratike, dhe nuk lejohet ti ti këtu me flamurin. Nuk lejohet. Po ngatron litarin me atë mikun. Unë po them gjë tjetër, jo çka ka ndodhur para një jave. Shalsi sot ka votuar për një ligj. Po. Dhe ti po kërkon Shalsin të vë përballë njeriu tjetër unë? Jo, unë po them që do ishte ndoshta më racionale t'i shpjegonin publikut ç'kan votuar. Jo sa të poshtër janë ata që kanë kundërshtuar. Po tham sa të poshtër janë. Po mirë, nuk e dëgjove ti. Ne kuptojmë gjë misionin e arrim. Ishe këtu ti. Jo, më fal, ishe këtu. A ishe këtu? E dëgjove që e pyeta si e përkufizon gjinin ky ligj? Një. A e dëgjove që i thash a i përshtatet konventës Stambollit që Shqipëria ka ratifikuar në kohën e Berishës? Ishe këtu. Një minut. Çfarë do thot për katësi? Çfarë do thot për katësi? Opozita është arkaike. Çfarë do thot? Çfarë do thot? Tha ai. Për katësi gjinore. Ore ai ka të drejtë thot sa doj për opozitën tani. Ti them unë Shalsi pse unë nuk jam opozitar, më burr. Unë drejtoj programin. Ti je opozitar. Vetet e i shërben partisë dhe të gjitha. Që të them unë i shkreti. Dhe pastaj ngatron litarin me atë. E ngatron ti, jo unë. Me kë? Se të erdhi ama. Me atë ti ke. Jo, po s'ta them se sjell atë këtu. Se do të largohet. Shalsi atë spjegoi, më thonë, se çfarë ka votuar. Ka votuar, spjegoj Shalsi deri tani. Pyetja e fundit ishte propozitën. Ti e more këtë të fundit për t'ia futur Shalsit. Detyrat tënde kjo është. Se janë elitarit dhe atij tjetrit. Ore mua më duken më arkaik se Shalsi, po nuk ishte LTK-s është ndryrja tënde. Ti more pyetjen e fundit, bëre detyrën, as dije gjë për ligjin fare. Shalsi atë spjegoj deri tani mo zotri. Po largohet Shalsi. Unë e pyeta. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Ju përshëndes dhe keni një mision që të Faleminderit. Dhe të monitoroni cilësinë e debateve. Faleminderit Shalsi, natë e mirë. Faleminderit. Tani, okej.
Unë i bëra vetëm një pyetje për opozitën të fundit. Urdhëro skaletën time, do ta shikosh? Një pyetje të fundit. Do ta shikosh? Urdhëro. Të gjitha pyetjet janë qa votove ti sot. Me gjithë se janë vonë. Tani ti s'do. Me gjithë se janë vonë, është vonë, unë jam i gatshëm, me laps në dorë ti ta ritrasmetosh gjithë që a tha Shalsi dhe do shofësh që 20% e pozë është propagandë kundër e opozitës dhe unë doja të Nesër do ritrasmetohet në televizion dike prap. Sot, me që po e kemi debat ta ritrasmetojmë këtu. Për njerëz, jo me shikojmë poshtë ne të dy. Dakord. Dhe ti themi njëri tjetrit turp të kesh kush e ka bërë. Shumë e vërtet. Shalsi yrit e opozita vetëm në pjesën e fundit zotëri. Në të gjitha pyetjet e mia spjegoj pyetjet. Ndryshe nga shumë politikanë që vinë këtu, e përgëzoj për këtë, se pjesa dërmuese fare pak politikan ndalojnë te pyetja. Te pyetjen e fundit e bëra unë, opozita kishte këtë qendrim se do ta bënja mo. Opozita votoi kundër. Ndoshta tani ti ke gjërat e tua vëlla. Po të them dhe një fjalë dhe ndoshta jo mos keç më thua mua se ai me opozitën e sjell shumë mirë. Unë ndoshta për ignorancën time nuk kuptova gjë se ç'është votuar sot. Po lexoj ligjin. Shpresoj që njerëzit nuk lexojnë ligje. Media është për t'ju shpjeguar ç'a ka ndodhur sot. Në qoftë se nga kjo bisedë njerëzit kanë kuptuar ç'ka ndodhur sot, jam unë gabim dhe je ti më Ç'ka ndodhur sot atje? Për këtë ligj. Po merr ligjin, shikoje çfarë është për barazinë gjinore, për burrë dhe grua. Nuk ka asgjë tjetër. Opozita ka në hall tani, ndoshta e ketë ti këtë hall, unë nuk e di, se nuk nxjerr dot njerëz në pazar, dhe do me gjoja gjinin. Me gjinin, sikur ngatrohet gjinia, është çështje tjetër kjo. Do ta diskutojmë këtu, më pse mërzitesh? Ti je dhe ti dhe të bindesh. Ta marrim ligjin dhe të ketë turp Shalsi dhe të gjithë Shalslintë, një minutë. Në qoftë se kanë bërë një ligj të manipuluar të këtill. Të shikojmë. Po ne këtë kemi për detyrë. Kaq mund të bëjmë. Ne në vota nuk kemi, unë dhe ti, ne u themi njerëzve, ditën e enë do zotri ta bëjmë të gjë. Një minutë. Këtë unë e kuptova që ne kemi detyrën që njerëzit ti informojmë. Shpresoj që sot, nga kjo bisedë, kenë kuptuar se çfarë ka ndodhur. Jo, unë e kuptova. Shalsi tha votova këtë. Dhe deri në fund këmbguli që ka votuar një ligj për burrë dhe grua. Dhe jo për 72 gjini. Për 72 gjini, na tha sot. Atere, ja si do ta bëjmë. Do bëjmë i dashur bushat. Do bëjmë i dashur bushat. Që kur është grua dhe Rome, e përfshirë dhe si Rome. Jo, përkatësia shumë fisht, mo, për këte ishte këtë. Gjithë përfshirë se ta shasë. Ekspert mua përse, se e pyeta unë këtë. Që është përkatësia shumë fisht? Nda e pyeta qëllimisht dhe këte. Dhe tani, ti do t'jesh në bisedë, kjo është Rome. Kure do t'a bëjmë o zotri, të inten që vjen, bashkë, përgatitu, të vi Shalsi këtu, të vinë dhe faktorët e tjerë që e kundështojnë, edhe bisedojmë. Unë mund të vi me gjithë kënaqësinë, do dëgjoj më shumë se do flasë, sepse kjo është një temë ku duhen angazhuar njerëz që kanë një jetë që thellohen në këto çështje. Nuk është tema ime, besoj. Unë me qef nuk do vija ke këto, se besoj që në Shqipëri ka njerëz shumë ekspert se mua, por ama nuk do e shfrytëzoja kur një temë kaq të rëndësishme për të thënë që ky vend po vuan se ka një opozit arkaike. Ta ai atë detyrë kam. Dhe unë kur e dëgjoj që më pranë time, pse ti pret se Shalsi të lavdëroj Sali Berishin këtu? Të dalë të ne. Po s'është temë fare Sali Berishin. E pyeta unë më zotri, opozita. E pyete kush janë argumentat e opozitës o burr. Tani unë ty nuk e di pse s'tira. Po mirë më mirë, se u politizu më shumë se ç'duhet tash. Nuk ishte nevojë entuziaste ke opozita, më ti e pyete për votën opozitës. Jo, e pyeta unë për votën pra. Po pra. Po të ndalojmë atë ne të thotë ç'a do ai. Po jemi më mirë. Ua. A mund të ndalojmë ne? Jo. Po të dëgjojnë shtonë sot Flamuri për këtë. Është debat që duhet bërë. Ta duhen vrarë. Po dhe Flamuri kur thot budallallë që duhet ndaluar. Jo, ndalojmë tani. Ndaluar. Është numri 2. Ua. Si ta ndalojmë? Unë e thres për të folur më. Që ta kuptoj populli ç'është ky, ç'është Shalsi, ç'është Flamuri, ç'është tjetri. Është debat që duhet bërë ndryshe, duhet vazhdojmë. Unë i thres më bushat. Dakord pra. Unë po t'i thres për të ndaluar se bëj emisionin fare. Ua. Po jo, po kemi koncepte të kundërta për këtë. Et Flamurin. Ore kemi ide të kundërta. Dhe i thua për shembull, pse s'bën primare
ai nuk mund të thot primare nuk bën asaj qeni Edi Rama, se ti po e pyet për një gjë që duhet japja ai llogari. Kjo është teknika më e ndyrë që ti pyet për punë vet. Nuk të përgjigjet mo. Po nuk të atëre fiki telekomandë. Ja thash mo njëherë. Po lere mo mos marrin flamurin e shit. Nuk e bën vetëm flamurin. E bëjnë të gjithë politikanët. 95%, po ti e di më mirë se unë. Një minutë. Që gjithë 95% e bëjnë gjithë. Po ne jemi këtu. Vinë dhe thonë të kundërt. Po çfarë po i thamë burr? Po jo po, tani ti do të çojnë të po si hynak. Dhe un pranoj. Te pyetja e fundit ai u lëshua Berisha. Jo vetëm për ta kaftuar. Jo vetëm ke pyetje fundit, po bëri një parabol shumë të gjatë që këto ligje po të futesh në ChatGPT dhe të krahasosh si ka çdo vend. Pra, që ne po akuzohemi nga njerëz që s'din të përdorin as inteligjencën artificiale dhe se bëjnë këtë. Kjo quhet propagandë. Në vend të shpjegosh produktin që ti ke servirus shqiptarve, ti shan ata që janë kundër produktit tënd. Dhe kjo është propagandë, kjo nuk është sqarimi qytetarëve. Tani Bushati del dhe argumenton, edhe në tjetër mo, që opozita nuk është arkaike. Edhe ne themi që ka budalla Çalsi. Është arkaike, po nuk është tema ke ligji gjys për të folur për opozitën arkaike. Do me thëmë, ti thua të mos flasin fare për gjinin, për këtë ligjin. Jo, për opozitën. Se për këtë s'duhet folur, për opozitën. Të mos flasin për opozitën, nuk të tres asnjëherë më për opozitën ty. Se ti me Bushatin këtë njëjtin mendim. Për opozitën. Po unë do merrem dhe me opozitën, me majorancën sa duhet. Unë du të merrem me opozitën, kushta? Ti mos u merr. Unë merrem me opozitën, kushta? Lutem, mund të vi pak. Do bësh emision tjetër mbyllë tani, a do bësh për këtë temë? Ti s'paron këtë po bëj muhabete tani. Po. Ja më shkruajnë jemi në ekran, 3 veta. Nga Gjermania, nga Çalsi e shpjegoi ligjin ton, Bushati nuk e kuptoi. Se kam kuptuar unë. S'ka rëndësi. Të ta thash parë. Po do ulemi ta kuptojmë. Mund të jem unë ignorant dhe se kam. Jo, nuk e ignorant, jo. Shpjegimin e ndritur që bëri dy momente. Dy momente, kur nuk përgatitesh, që na ndodh të gjithëve, dhe kur nuk do, se ti ke edhe një gjë. Kur nuk do, nuk do. Do një gjë tjetër, bën kresë. Unë kur nuk dua, dhe kur jam i pa përgatitur, nuk vi fare. Prandaj, nuk do një për këtë. Unë në një temë, dua ta di temën për para më. Ore do vish për këtë i përgatitur. Po të më kishe thënë për këtë, ndoshta të thoja, nuk kam kompetencën e dur që të vi për këtë çështje. Nuk e dinja që ishte temë e ditës. Po çfarë kam unë? Shumë njerëz nuk e dinin. Jo, ke faj, se bashkë kemi biseduar gjithë ditën dhe të kërkova pikat ç'a do bënim. Dhe nuk më the për këtë. Po në fund mo ka marrë vendim. Po është faj im. Ishte lajmi ditës. Dhe pasi nuk më njoh. More emisionin e kaluar, zotri, në orën 5 mbas dite, dha gjykata kushtetuese vendimin për Elie. E prisha emisionin. U futa te vendimi i Elie. Edhe sot e njëjta situatë. Pasi nuk më njofton. E njëjta situatë në 5 ndodhi kjo. Pasi nuk më njofton. Dhe e futi për votim. Më pyet, e ke lexuar ligjin? Zotri, e futi për votim me vrap edhe e pyet atëherë, pse me vrap? E futi për votim me vrapim majoranca këtë ligj. Ja kjo është pra, kjo është puna. Po për këtë e pyeta pra. Nuk do ta bëjmë më përpara. Pse do ta bëjmë debatin më së da përgjigje më zot. Çfarë më çfarë, çfarë lidhje ka? O këtu edhe nuk e vrisni dot. Se ishte në ekran. Nuk i binje dot këtu. Këtu mund t'i biesh. S'kemi. Po ç'të them unë shkreti tani o zotri. Unë po them, në emision e kaluar, po në orën 5 gjykata kushtetuese doli dhe tha vendimin e tij. E ndrova emisionin. Sot u tha do votohet ky ligj dhe do votohet deri pas mesnatë than, tër natën. Dhe Çalsin janë përpjekur gjithë kohën ta kap pak minuta. Dhe ti e pes Çalsi prit të mri në zyrë, prit të mri këtu. Po të lutem shumë tani. Shumë dakord. Megjithatë. Tani unë duhet të gjenja dhe ty një 10 herë, të thosha Bushat në orën 5. Ndodhi kjo. Ç'të them unë? Jo, nuk duhet të më gjeje fare. Bëre shumë mirë që e more Çalsin. Edhe unë isha shumë interesuar të kuptoja se çfarë Çalsi kishte votuar. Më shkruajnë tani se fledhe popullata dhe e kishë bisit. Dëgjova përgjinin që fajnë e ka opozita, se është arkaike. Ti të vret, po të thua fajnë e ka opozita për një gjë, një minutë më zotri, se u bët dy tani. Jo, po e bajmë kotë olla këtu bisedën. Tani ta mbyllim këtu, zotri, të keqen, ti tani, pastaj ti ngre pushkën dhe të vret, po të thuash ka një faj opozita, se vetëm për këtë së të le. Po që s'kemi opozitë, as të s'kemi, ta kam thënë gjithmonë. Edhe kur e ke filluar opozitën, e more, e nëzore nga parlamenti, e nëzore në rrugë, dhe e di kë futoj parlamenta,
budallin më ndojnë Shqipërisë. Po t'jen ata aq idiotë sa më kanë dëgjuar mua, mirë i ka Po gjetur. këtë dëgjuan, ty edhe dy të tjerë. Dakor. Edhe morën, ikën, deputetët normal ikën jashtë, Po ma veshe dhe u futën gjithë budallin në parlament. Po ma veshe këtë merit e marun për zipër dhe këtë. Ti e njeri që dëgjohesh, orë. Ti dëgju, me një tre tjerë. Hajde. Ndëruar të shikus. Po unë atër të bësh lider opozite, po më kanë dëgjuar mua. Unë ju kam thënë. Duhet bërë kjo bisedë, kjo diskutim me ekspert, me kryes tjetër, sepse ka interes të do madh. t'jetë këtu, zoti Zogaj të përgatitemi, dhe ne ta bëjmë. Jo, kaq. Të thresim, do të gjejmë dhe grupe interesi këtu. Do të marrësh. Pastori dhe zotrinë, Po, pastori edhe një nuk është ekspert tjetër. Kjo është Po një nëse ke grupi interesit është. Kjo është një temë. Ke grupi Jo, interesit. Po mirë me ekspert tjerë, çon si ka, puna është publiku duhet di çka ka ndodhur Le të vinë dhe le të thonë, le të çajnë barkun me një tjetër. Dhe unë t'i pyes, të dëgjojmë çfarë do thonë. Ndëruar të shikues, kaq ishte për mbrëmjen e sotme. Shumë gjëra tani në vendin ku jetojmë, edhe nuk kuptohen, ha. Faleminderit të gjithë që punuat për emision, për të realizuar emisionin, se për shikojnë dhe shumë operatorët janë gati të hapin zjarë, po s'kanë me çfarë. Faleminderit të Bushat, Preç, Faleminderit. Faleminderit të natën e mirë, shifemi javën e ardhshme.